Okej. Këtupi? Unë e lexova të gjithë të draftin. Po? Dhe duhet të kemi parasysh një gjë. Para punës draftit, kurse thotë në fillim fare ke struktura e dokumentit ka ndryshuar qasin. Nuk kemi ke faza që çuna keni bërë ca gjëra mirë, po keni ca gjëra për të zgjidhur. Kemi ke faza çuna keni një 15 probleme që janë shumë të rënda dhe duhet merrni të filloni të trajtoni seriozisht. Duhet të kthehen sillin vëmendje dëgjuesve që ka një fakt shumë të rëndësishëm. Kapitulli i parë dhe i fundit është kapitulli për shtetin e drejtës, për demokracinë dhe për shtetin ligjor. Do ky është kapitulli më i rëndësishëm ndër gjithë kapitujt e tjerë. Në gjithë kapitujt e tjerë mund të mbyllen, po ky kapitulli është kapitulli. Dhe nëse do të shikosh çfarë referon projekt raporti, referon pikërisht ato që janë bazat e shtetit të drejtës dhe demokracisë funksionale, që do të thotë zgjedhjet, mënyra si funksionon pushteti vendor, ndarja ndërmjet pushtetit vendor dhe pushtetit qendror, aftësinë e Partisë Socialiste për të ndikuar ose për të përdorur burimet shtetërore dhe detyrimin që gjithë këto probleme që lidhen me zgjedhjet të reflektohen zgjedhjet vendore të vitit 2027. Po, një pjesë të kësaj çfarë përkthehet në pikën 2 të draftit, ne kemi parë dhe me raportin e OSBE-Odirit, e kemi parë me akuzat që ngre gjatë gjithë kohës opozita, pra jepet një fije të drejtë e opozitës në këtë rast me këtë çfarë shohin edhe në draft. Nuk është opozitës, opozita ka ngritur një shqetësim që është reflektuar tashmë në raportin e OSBE-Odirit. Dhe nuk është një shqetësim i kësaj radhe, është një shqetësim që është ngritur ka hershëm në zgjedhjet e vitit 2021. Problemi është ky shqetësimi që ngrihet nga opozita nga raporti i OSBE-Odirit tash është kthyer në shqetësim institucional dhe në kërkesë. Që do të thotë, nuk është më thjesht hajde se kemi këtë problemin dhe përpiqemi ta zgjidhim. Është një kërkesë që ky problem duhet zgjidhur përpara se të fillojmë të negociojmë çështjen e përfshirjes në Bashkimin e hyrjes në Bashkimin Evropian. Dhe në këtë kontekst, se ne kemi marrë, duke qenë se i marrim pikat një nga një, është e pamundur të kuptosh tablon e qartë. Tabloja nuk është vetëm kjo, sepse kërkohet dhe zbatimi i rekomandimeve të OSBE-Odirit dhe reforma territoriale në kohën e dur. Po, janë pika dhe të tjera. Kërkohet edhe çështja e administrimit buxheteve përpara zgjedhore, që ka qenë një nga problemet kryesore të hasura në zgjedhjet vendore të vitit 2023, me problematikën e vakumit ligjor, cilën pastaj Partia Socialiste e shfrytëzoi për të përdorur pushtetin qendror në zgjedhje lokale, dhe fund fare debati që është ndarja ndërmjet pushtetit qendror dhe pushtetit lokal. Që është një, më thënë, po të lexosh gjuhën e raportit e kthen në nivelin kushtetues çështjen. Do të thotë, nuk është më thjesht një problem i deformimit strukturës tonë shtetërore, por është një deformim i mundësisë shtetformuese. Do të thotë, ti nuk mund të kesh një shtet funksional, ndërkohë që të gjitha pushtetet përqendrohen në një dorë vetë. Por duket një medalje me dy anë. Nga njëra anë mund na gëzojë, mund të jetë një lajm i mirë, sepse po kemi një hap tjetër që ne presim paktën 2 miratimet nesër. Nga ana tjetër, a mund të jenë këto kushte që mund na privojnë nëse nuk përmbushen deri në një afat caktuar? Fakti që në një periudhë ose që janë shtuar mund të quhen të shtuara? Fakti që në një periudhë 3 mujore gjua është rënduar, po të shikosh gjuhën e përdorur dhe vetë raporti thotë që kjo gjuhë ka ndryshuar nga kemi një problem në ky problemi duhet zgjidhur. Kjo tregon që qasja që ka Bashkimi Evropian dhe po bëjmë ca supozime pastaj kjo qasja varet nga disa faktorë që përmenden në raport, është ndryshe. Nuk është më qasja që ne i konstatojmë problemet dhe Shqipëria do duhet i zgjidh, po pa një afat qartë dhe pa një shtrëngim të qartë për zgjidhjen e këtyre problemeve, në kthimin e problemeve në pika kyçe që duhen rregulluar nga shteti shqiptar dhe në këtë rast nga maxhoranca, se pjesa tjetër ka qelësat e kashtët, nga maxhoranca në raport me këto që janë piketa, dhe janë vendosur kushte, më ku është kusht. Në qoftë se progres raporti thotë që ti nuk mund të kesh një gjuhë ofenduese, një gjuhë kërcënuese, një gjuhë intimiduese ndaj gjykatës kushtetuese, ndaj gjykatës lartë, ndaj prokurorisë posaçme. Patjetër. Ky nuk është më thjesht një konstatim që kemi këtë problemin, është detyrim, kanë krijuar një detyrim për të mos folur pastaj për qëndrimet e raportit me imunitetin. Okej. Jo, ky